Si shkojnë punë, si është skena politike, kryetar? Përgjithsisht mirë. Si po duket kjo puna e këmbimit të letrave, interesante? Mirë është, më rëndësi është populli thot me i bot tek lek. Okay. Me konsultue, me ullë, me diskutu me ta dhe me pa vullnetin. Fundja institucione shtetërore dhe formimi i institucione shtetërore në këtë rast si qeverisë vendit, po vendit konsolidimi i këtyre institucione është detyrë e çdo njonit prej neve, pavarësisht subjektit politik. Prandaj unë besoj që nevojitet kontributit gjithëve në këtë momentum, në këtë situatë politike ku ndodhemi, po në kuptimin e brendshëm, pse edhe në aspektin ndërkombëtar mendoj që është një momentum i mirë, me lëm pak disa gjëra unesh dhe me qitë interesin e përgjithshëm para gjitha. Okej, mirë, duke qenë një si mirë të dyja partive, nga 1 deri në 10, sa jep gjasa një koalicioni në VV-LDK? Dorë në zemër nuk është i panjohur, ka ndodhur në një mandat. Dëgjom, unë mendoj që nuk është i pamundur. Nuk është i pamundur. Janë disa diferenca cilat ekzistojnë, po me një vullnet mirë nuk besoj që mund të kalojnë. I kalojmë ne në çështje lokale me ato që merremi çdo mëngjes. Në Dumnis më thonë që ka mungesë të autobusit, kryetar, që një kohë gjatë shërbimit me autobus. A mund subvencionohet, a mund bëhet ndonjë zgjidhje, cili është problemi në fakt? Është më së vërtet kjo. Ne jemi duke analizuar këtë çështje. Dhe të fundit kemi marrë një veprimesh për me mujtë me largue këto taksit ilegale, cilat po shkaktojnë probleme, edhe po shkaktojnë rëmuj në komunikacion, po përveç tjera po shkaktojnë edhe probleme në kuptimin e transportuesve publik, për faktin që këta në mënyrë legale veprimet e tyre dhe më mund përcënojnë drejt për drejt linjat e trafikut lokal. Qësoj tashmo jemi në aksion veç është java e dytë, jemi në aksion bashkërisht në koordinim me policinë e Kosovës, për me vënu një rana dhe rregull, edhe normal mi largu gjithë ata cilët zhvillojnë veprimtarit ilegale, mbrana teritorit komunës, po duket që aksioni që ka rezultatet e para, dhe tash na duhet se më ullë edhe me bisedu edhe me linjën e Dumnicës, edhe me linjën e Siborësit, po janë edhe disa linje tjera cilat kanë po këto probleme, dhe me pa mundësinë se si duhet dalmi nga kjo stat, a duhet marrë veprime drejt subvencionimit të këtyre linjave, gjë që do të shkaktoj probleme tjera, për arsye se masani do të jenë edhe kërkesat e linjave tjera për subvencionim, dhe duke pas parasysh mangësitë buxhetore të cilat i kemi si komunë, domethënë nuk ka më qenë lehtë për më mujtë me u kompenzuar tëra kjo, por sidoqoftë ne duhet bëjmë një zgjidhje, por unë po shpresoj që largimi i taksive ilegale dhe mundësia e krijimit që udhëtarët të udhëtojnë me linja të transportit publik, unë besoj që ndoshta deri diku mund me zbutat mungesë për kompenzimet për këto operatorë ekonomikë. Problemi është që nuk kanë leverdi ekonomike operatorët, apo me autobus që të bëjnë linjën derisa ekzistojnë ilegale. Një pjesë e madhe e qytetarëve, domethënë nuk e shfrytëzojnë operatorin lokal dhe shkojnë me taksi ilegale. Prandaj është normale që nëse s'ka udhëtar, ai nuk e ka lavdin për me majt linjën. Prandaj pak na duhet edhe një vedi kështu si qytetar, shfrytëzu transportin publik dhe jo me nga mas privatëve ose mas ilegalve, taksive ilegale, sepse të gjithë po thumë se janë taksi ilegale që zhvillojnë veprimtarin me makina të vogla në këto linja, dhe një forme edhe këta qytetarë pak mu vendosur me ikë shfrytëzimit të lloj transporti dhe mu drejtuar rreth linjave lokale publike, sepse masaj ju ndihmojnë që ata me mbajt qatin. Për ndryshe, nëse gjithë qytetarët ikun prej tyre, është më së normale që ata nuk kanë leverdi me majt linjen. Qartë, kuptohet. Mirë, shpresoj që natyrisht bëhet zgjidhje, nuk është vetëm kjo komunë, edhe ju keni fakte me linjat në drejtim të Prishtinës problem, me sa arrita të kuptoja.
kemi serios problem të energjisë elektrike. Nuk e di nëse më ka humbur linja me kryetarin. Besoj që po, por kam përfunduar edhe ashtu bisedën, kryetari që ka premtuar që do të bëjë një kryetari që na premtoi në fakt që do të bëjë një ndërhyrje të me këtë organizimin e linjave të transportit publik. Kompanitë në fakt me gjithandej Kosovës, edhe në PDJ, edhe në fushë Kosovë ka probleme të ngjashme dhe në shumë